Cila është zgjidhja? Mos shko në Bregdeti, mos shko në Riviera, shko në Shëngjin, shko në Velipoj, shko në Durrës, ka paketa sa duash. Fillon me 70 euro half board, me 90 euro full board, me 100 euro all inclusive. Shumë e drejtë. Ne shqiptarët duhet shkojmë të gjitha aty ku është më shtrenjtë, varet sa ta mban xhepi. Tani, nuk është problemi që duhet shkojmë aty ku është shtrenjtë. Neve na pëlqen, për shembull, deti i Jugut, që është det kristal dhe nuk na pëlqen Adriatiku. Pëlqen, po paguhet më shumë, është më shtrenjtë. Tani, pse duhet të Dentali është më shtrenjtë sa Levrek. Pse duhet të biesh pre e abuzimeve, po themi. Nuk është abuzime, është kërkesë ofertë për mua, është kërkesë ofertë, nuk është çmimin e vendosë tregu, nuk e vendosë individi. Ai thot kaq që dua, 500 euro. Ti mos shko. Shko tek 50 euro. Pra duhet të heqim dorë vetëm se është shtrenjtë. Po patjetër, mos çdo vend kudo që shkosh. Po mirë, një turizëm, a nuk duhet të ofrojë, le të themi, mundësi për të gjithë kategoritë e turizmeve? Ke Shëngjini, ke Velipojë. Është plazh magnitës. Ke me rër, të pashfrytzuar, i ka të gjitha facilitetet e tjera aty. Pse duhet shkojmë të gjithë në jug dhe prapa ankohemi? Jo, mo. Pra, po më thua që një familje... Shqipëria ofron goxha. E ka të vështirë t'i përballojë një palë pushime jugu, një familje normale shqiptare me të ardhura normale, mesatare. Se duhet shkojmë patjetër në jug, ka hapësirë sa duhet Shqipëria. Që t'i provojnë të dyja llojet të detit? Shko provojnë në mars, në prill, në maj, në tetor. Kur është lirë. Gjithë duhet shkojmë në Korrigusht. Korrigushti natyrisht ka kosto.